Tani kam për t'ja rregullu qefin këtij komentuesit negativ me një vlog se si un po blej gjëra imitim. Këtu jemi rrugës për në qendër të Athinës, sepse aty ndodhen imitimet më të mira, aty ngjit me dyqanet zyrtare dhe un po blej tek Chaneli dhe imitimi i çantës më të mirë, njëshi ishte 3700 euro. Që kështu mua m'ngeli fiksime dhe lirishte se imitim normalisht, edhe thash hajt se po e marra, kupton. Për te shakave, unë e di që këto komente janë thjesht nga zilia, asgjë tjetër, por unë mora çantën që doja dhe nuk u mjaftova vetëm me një çantë, por ika dhe tek Diori, më nxorri një çantë me lëkurë egzotike. Nuk ka keni iden se si më kanë bërë syt zemra sa e kam parë. E doja këtë çantë tepër shumë dhe kur duhet diçka shumë, duhet t'ja plotësoni vetes. Apo jo, ky është rregulli. Kështu është për mua rregulli treshit matematik. S'kam qenë mirë matematik, po kaq llogarit di ti bëj. Ndoshta po prisnit në një vlog shumë të madh, shopping shumë të madh, por ama dy gjëra që kam bler janë super të kushtueshme dhe e mbylla ditën për sot dhe nesër kismet gjëra të tjera. Pierre Cardin Home sapo ka lançuar website-in më të ri dhe gjeni çfarë, çdo produkt e gjeni me 50% zbritje, që do të thotë që nga tapetat, që nga tekstilet dhe tapetat bambu, çatet e plazhit, peshqirët e plazhit, çdo gjë me 50% ulje dhe kjo ofertë do zgjasë për vetëm 48 orë, që kështu nxitoni te ky linku këtu poshtë që të bëni porosin tuaj dhe çdo gjë tjetër për ju mama, se unë ndoshta s'jam shumë e fushës për t'i shpjeguar çdo gjë, por i gjeni aty, ma besoni që këto oferta nuk vinë më kurrë. Është hera e parë që Pierre Cardin bën këto oferta. Salida, oye, estando solo, amigos muchos olvidan y solitario seguía, mi madre caminó. ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم Çfarë vibe jap unë, siren, vampire, shtrig, pirate dhe kështu moj ujk. Cil të vin?